Kërkoni nga Zoti falje, mirëqenie dhe sukses të mirë në zbatimin e urdhrave të Tij. Kjo thënie nga Imam Aliu thekson rëndësinë e kërkimit të faljes, mirëqenies dhe suksesit nga Allahu. Le të thellohemi në interpretimin e kësaj thënie mahnitëse, duke u lumtuar kuptimet dhe implikimet e tij në dritën e Kuranit. Kurani ofron ajete të shumta që mbështesin rëndësinë e kërkimit të faljes nga Allahu. Në surën Bekare, ajeti 199, Allahu thot: "Pastaj nisuni nga vendi, prej nga nisen të gjithë njerëzit dhe kërkoni falje nga Allahu. Vërtet, Allahu është falës dhe mëshirëplot." Ky ajet nxjerr në parë rëndësinë e kërkimit të faljes dhe thekson cilësinë e Allahut të faljes. Në mënyrë të ngjashme, Kurani thekson rëndësinë e mirëqenies në surën Bekare, ajeti 286, ku Allahu thot: "Zoti ynë, mos na dënon ose harrojmë ose gabojmë. Zoti ynë, dhe mos na ngarko një barr siç i ngarkove ata para nesh. Zoti ynë, dhe mos na ngarko me atë që nuk mundemi ta mbajmë. Na i fal mëkatet dhe na fal, dhe ki mëshirë për ne. Ti je mbrojtësi ynë, prandaj na ndihmo kundër popullit jo besimtar." Ky ajet demonstron njohjen e kufizimeve tona njerëzore dhe nevojën për mëshirën dhe mirëqenien e Allahut. Për më tepër, Kurani thekson rëndësinë e kërkimit të udhëzimit dhe suksesit të Allahut në surën Enfal, ajeti 29, ku Allahu thot: "O ju që besuat, nëse i friksoheni Allahut, ai do t'ju jap një kriter. Do t'ju alargoj të këqijat dhe do t'ju fal, dhe Allahu është zotëruesi begatisë së madhe." Ky ajet nxjerr në pa lidhje ndërmjet frikës ndaj Allahut, kërkimit të udhëzimit prej Tij dhe arritjes së suksesit në këtë botë dhe në botën tjetër. Tani, le të mendojmë mbi implikimet e thella të fjalëve të Imam Aliut. Duke i kërkuar falje Allahut, ne i pranojmë të metat tona dhe kërkojmë mëshirën dhe faljen e Tij. Ky akt për ulësie dhe pendimi, jo vetëm që pastron shpirtrat tanë, por gjithashtu forcon marrëdhënien tonë me Allahun. Kërkimi i mirëqenies përfshin të gjitha aspektet e jetës sonë, duke përfshirë shëndetin fizik, mendor dhe shpirtëror. Duke i kërkuar Allahut mirëqenien, ne kuptojmë se suksesi i vërtet qëndron në ruajtjen e një gjendje të baraspeshuar dhe harmonike. Na kujton të kujdesemi për trupin, mendjen dhe shpirtin tonë dhe të kërkojmë bekimet dhe mbrojtjen e Allahut në të gjitha aspektet e jetës sonë. Së fundi, kërkimi i suksesit ose udhëzimit nga Allahu është një testament për mbështetjen tonë tek Ai. Ai pranon se suksesi i vërtet mund të arrihet vetëm nëpërmjet udhëheqjes dhe mbështetjes së Tij, duke kërkuar teufikun e Tij, aftësia ose mundësia për të arritur sukses. Ne i harmonizojmë veprimet tona me vullnetin e Tij, duke arritur gjasat për sukses në përpjekjet tona. Fjalët e Imam Aliut shërben si përkujtesë për të gjithë muslimanët që vazhdimisht të kërkojnë falje, mirëqenie dhe sukses nga Allahu. Ata na inkurajojnë të mendojmë mbi veprimet tona, të kërkojmë mëshirën e Tij dhe të përpiqemi për përsosmëri në të gjitha aspektet e jetës sonë. Allahu na dhënë të aftësinë për të zbatuar këto mësime në jetën tonë të përditshme dhe na dhuroft faljen, mirëqenien dhe suksesin e Tij.